Në fakt, buletini është shumë i lashtë, është shumë i vjetër. Realisht familjarët e mi, pasardhësit e mi, kanë ardhur nga fshati Sneq, është komune e Deçanit. Me shumë arsye kanë ardhur në buletin, përherë si familje madhe që kemi qenë dhe s'kemi pranu asnjë veprim kundër kombit tonë. Dhe kanë ardhur dhe kur kanë ardhur ka qenë vendi pa banuar. Mirë po ka qenë jashtëzakonisht i pasën, për arsye përballë buletinit gjendet edhe Majdani. Pra gurpunishtja familjes ku 5 gjenerata kanë punu me këtë uri. E familjarëve, jeta e familjes buletini ka qenë me zhvillim të madh. Mirë po me lindjen e sa buletinit, pastaj periudha e tij kohore ka bën ndryshime të mëdha në historinë tonë kombëtare, sepse Isa ka linë në epokën e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe në epokën e pavarësisë së Shqipërisë vitit 1912. Realisht jeta e tij qysh në moshën 15 vjeçare, pjesëmarrës në lidhjen shqiptare të Prizrenit, 17 vjeç në betejën e Shlivovës, dhe kështu nga ajo periudhë kohore deri në vrasjen e tij me 23 janar 1916 janë plotësisht 35 vite. Në fakt, koha e tij ka pas disa reforma, sepse dihet në lidhjen shqiptare të Prizrenit, një nga pikat kryesore që u dërgua telegrami edhe sultanit apo portës së lartë, e cila refuzua fuqimisht ishte hapja e shkollave shqipe. Isa hapi shkollën shqipe të parë këtu në Kosovë, me Ministrinë e Arsimit, se atë mu mas shumë të nga interesu, hapja e shkollave shqipe në teritorin e Kosovës, na del që kisha shqiptare katolike në Stubëll të epër me kishte hapë famultar të kësaj kishe vite 1897, do me thonë shkollën vetëm për lezim, jo zyrtare, po edhe Isa këto e hapi shkollën 1899, pas 2 viteve, edhe ajo nuk ishte zyrtare, po ishte private, e solli hoxhën dhe përveç fëmijëve të tij dhe nipave të tij mësoi edhe fëmijët e kësaj zone përreth. Por jo vetëm, sepse vitin 1908 ai bashkë me Hasan Prishtinën do të hapin edhe një shkollë në Koshtovë të Mitrovicës, ku mësuesi i parë i saj do të jetë Jusuf Rexha. Dhe dihet vizioni i Isës ishte pra, sepse ai nuk ishte vetëm një patriot, përse ishte edhe arsimdars. Fëmijët nipat i shkollojnë shkolla më të mira të Evropës, asaj kohe me fondin e vet, Stamboll, Rom, Vjenë. Kontributi i Isës fillon pra në vitin 1901, që armatosja e sërbe që u armatos shqiptare zë vitin 1901 këtu në teritorin e Kosovës, pastaj largimin, debimin dhe parandalimin e hapjes konsullate ruse në Mitrovicë fillim vitit 1903, dhe pastaj dëbimi i Isës 1902-1906 në Stamboll, sepse ai e kundërshtoi edhe pas largimit të kësaj buletinit vritet edhe konsulli rus Grigori Shqepanović Shcherbi në Mitrovicë, dhe kështu kthimi i Isës në qershor vitin 1906, pastaj filloi organizimi i tij nëpër territoret e Kosovës. 1908 është pjesëmarrës në Kuvendin e Ferizajit dhe 1910 këtu fillon ajo epoka më e rëndësishme e jetës së tij, sepse ai bën pajtimin e gjaçeve të vera të Lugës me 4 prill 1910, me 10 prill mas 6 dite udhëheq edhe betejë, një nga betejat më të përgjakshme, e cila quhet Beteja e Sarajevës, Isa Buletini në Sarajevo, Idris Seferi në Kaçanik. Dhe ai dhe njerëzit e tij kishin marrë kuptimin drejt Vlorës, të thotë konakën e parë që shtregon i nipi vet, thotë kemi bote Rezemeri, fshatin Gjonaj, të nimik Isa Buletini, të dytën të Selimaga në Bisaj, tretën të Shahasane dhe të katërtën të miku i tij anëve Elezi Sufi në Dibër. Dhe kështu do të thotë 3 ditë rresht kanë bërë rukëtim të pandashëm dhe në kohë shumë të randa me shi dhe me borë, dhe me datën 28 nëntor, herët në mëngjes, thotë ne jemi nis nga Fjeri drejt Vlorës. Pra flamurisht nga viti 1910 që e thash më herët, edhe sot e kemi këto. Kurse anën tjetër e kemi Xhamadanin Isa Buletinit, në Xhamadanin i cili është punu nga nana Ajshe, nga nana Isa Buletinit, vetë dora saj, cila na vjen nga Zhabari Mitrovicës. Flamuri Xhamadanin fali ka dikon rreth 115 vite.
Dhe në kohën e regjimit komunist, në atë kohën e regjimit komunist, kur familja jonë u maltretonte, u burgoste, u dëbëjke nga vendi jonë, atëre gratë e shtëpisë e ka ndërzuar vitet e 10 në Muzeun e Shtetit Mitrovicës, deri vitin 99. Dhe pas luftës së Kosovës, ne kemi arrit me marrë me babën prap, sepse forcat paramilitare sërbe kur kanë hyrë në muzej, aty ka pas veshje kombëtare të bosnjakëve, turqëve kështu me radhë, dhe kjo ka qenë e përmbys. Ne kemi marrë dhe kemi pru prap tuke e ka vendin e tij. Një është i hapën çdo ditë, ne tash kjo ka kalu në atrakcion, me fjalë për arsye se është një interesim jashtëzakonisht i madh, jo vetëm ditët e festave apo muaj nëntor, po i kemi edhe përditshmëri vizita të shumta që na vinë, jo vetëm nxënësat, po na vinë edhe nga niveli akademik, institucione të ndryshme, edhe vizitorë të shumtë nga gjitha trevat, po edhe jashtë vendit. Edhe jashtë vendit na vinë shumë, po për fund, unë doja që të thoja se me datën 30 nëntor në New York, një nga rrugët e New Yorkut, të ta mban edhe emrin Isa Boletini. Për pa mundësi që të jem në këtë ceremoni, unë e kam gjetur prapë që të jem këtu në Kull dhe të pres mysafir të shumë që do të na vinë.